Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ky është edicioni shëndror, këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Zonat malore në veri dhe juglindje zbardhe nga dëbora rreshtet vështirësojnë qarkullimin e automjeteve për akset kombëtare janë të kalueshme. Forcat speciale Renea operacion në Shkodër dhe fshatrat përreth, efektivët nuk arrin të gjejnë dhe arrestojnë Elion Haton, mikun e Ervis Martinajt. Sali Berisha prezanton kandidatët e Aleancës Shqiptare Madhështore në Elbasan, akuzon Edi Ramën dhe thosë se zgjedhjet e 11 majit do të sjellin fundin e tij. Do të vjojmë më gjërësisht me lajmet. Ulja e temperaturave ka rikthyer dimrin dhe pse jemi ende në pranverë. Dëbora ka përfshirë veriun dhe juglindjen, duke krijuar probleme në disa segmente, por akset kombëtare janë të gjitha të kalueshme. Intensiteti i rreshjeve sipas sinoptikanëve pritet të jetë edhe më i lartë gjatë orëve në vijim. Dëbora është rikthyer në pranverë duke zbardhur veriun dhe juglindjen e vendit. Rreshje të dendura janë regjistruar në Dibër, të cilat kanë zbritur deri në 600 metra mbi nivelin e detit, duke shkaktuar probleme në rrugën e Arbrit. Më problematike situata paraqitet në Bulqiz dhe Maqellar, ku ka pranitë të dëborës në asfalt. Autoritetet apelojnë që drejtuesit e mjeteve të reduktojnë shpejtësinë e lëvizjes për të shmangur aksidentet e mundshme. Ndërkaq, situata pritet të përkeqësohet gjatë orëve të mbrëmjes, ku temperaturat do të zbresin disa gradë nën zero. Edhe në zonat malore të qarkut Shkodër, akset rrugore Bog-Theth, Tamar-Vermosh, si dhe disa segmente në Puk kanë prezencë dëbore. Juglindja gjithashtu është përfshirë nga rreshtet e dëborës. Zona e Qaftanës, njësisë administrative Vithkuq, por edhe fshatrat të thella të njësive administrative të Bashkisë së Pogradecit janë zbardhur nga dëbora. Megjithatë nuk raportohen probleme në qarkullimin e mjeteve. Pritet që intensiteti i rreshjeve të jetë edhe më i lartë gjatë orëve në vijim. Në Elbasan, dëbora ka përfshirë gjithë qarkun. Ndërkohë ka pasur edhe rënje inertesh në disa segmente të rrugës kombëtare Elbasan-Librasht-Përrenjas, veçanërisht në vendet e quajtura, kthesat e Murrashit, kthesat e Dragostunjës dhe kthesat e Pishkashit. Forcat e Reneas janë rikthyer në Shkodër me mision për të kapur një nga eksponentët e botës së krimit, por edhe këtë herë specialistët nuk ja kanë dalë të gjejnë vendodhjen e Elion Hatos, ndërsa mësohet se është shoqëruar vëllajti. Bashkëpunëtori Ervis Martinajt është shpallur në kërkim për dosjen Metamorfoza, i akuzuar për disa ngjarje kriminale. Renea dështoi sërish për të gjetur dhe arrestuar Elion Haton, i cili është i shpallur në kërkim që në vitin 2023 në kuadër të dosjes Metamorfoza. Në mbrëmjen e të shtunës dhe gjatë natës duke u gdhire diela, forcat speciale kanë ushtruar kontrolle në disa zona të Shkodrës dhe në njësi administrative, por pa sukses. Gjatë aksionit, efektivët shoqëruan 5 persona për t'i marrë në pyetje, mes të cilëve edhe vëllain e Elion Hatos. Burime bëjnë me dije se gjatë operacionit është gjetur edhe një shtëpi bari në njësinë administrative e Rrethina. Edhe më herët Renea ka ndërmarrë operacione në Shkodër dhe Tiranë për arrestimin e Elion Hatos, por nuk ka mundur ta gjejë atë. Hato është akuzuar për ngjarjen e bujshme në zonën e ish bllokut në vitin 2018, ku mbeti i vrarë Fabiol Gaxha. Vet Hato, që njihet si miki i Ervis Martinajt, mbeti i plagosur në përplasjen me armë. Në korrik të vitit 2023, Elion Hato u shpall në kërkim nga SPAK së bashku me Ervis Martinajn dhe Behar Bajrin, ndërsa u arrestua Pëllum Gjoka dhe shoqëruesi i tij Edmond Preka. Ata akuzohen për vrasjen e gjindoit me porositës Ervis Martinajn. Kryetari i Partisë Demokratike akuzoi nga Elbasani kryeministrin Edi Rama se e ka çuar vendin drejt greminës. Teksa premtoi kandidatët e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, Sali Berisha tha se në 11 maj do të marrë fund vjedhja e taksave të qytetarëve. Mes entuziazmi dhe shpresës për fitore, Sali Berisha u prit në Elbasan nga simpatizantët e PD-s në kuadër të takimit të radhës prezantues me kandidatët për deputet në garën e 11 majit. Lideri i opozitës e nisi fjalën me një krahasi mes ish diktatorit Enver Hoxha dhe kryeministrit Edi Rama. Edi Rama zgjodhi të jetoj vetë
në Saraje me themele dyher me gjata sevile diktatorit, Enver Hoxha. Se Edi Rama zgjodhi me këto parat jetoj vetë, të ketë një obor 4 herë më të madhë se sa diktatori. Por një gjë do të them këtu. Diktatori ishte njeriu me mizor, por ato borë dhe atë shtëpi nuk e regjistrojnë në emrin e tij. Jo, do të themi ato që janë. Berisha u ndal te incineratori i Elbasanit duke quajtur vjedhjen më të madhe të ndodhur ndonjëherë. Elbasani është dëshmi e njërës prej vjedhjeve më të mëdha të shekullit. Incineratorve, ja ku është Llamarina që solli Edi Rama me ministrat e tij. Jashtë funksioni, s'ka prodhuar 1 kilovator që kur është instaluar. PD është forca që premton Shqipërinë madhështore, sipas Berishës. Për Edi Ramën nuk është problem pensioni të merësisht i ullt i pensionistëve. Nuk është problem largimi dhe vetëm largimi i trive. Nuk është problem sundimi i krimit, sepse ai sundon së bashku me të. Nuk është problem falimentimi në zinxhir i ndërmarrjeve prodhuese për shkak të narkoerëve dhe fakt Ballkanit hapur. Nga Elbasani, Berisha kishte një përgjigje për bufin që kryeministri Rama e sjell në shenjë krahasimi. Ai vërtet ka saraje. Ai vërtet ka rrëmbye qindra mijëra tokë në Himar në Bregdet. Ai vërtet ka qindra milion sipas OSB-s para në kontot. Po ka gjë i mungon atij. Ai është i shkret, është i varfër në kulturë. Ai gafoi duke krahasuar mua me bufin, simbolin e mençurisë dhe turqësisë në gjitha kohrat. Në mbyllje, kryetari i PD-s i përithiri qytetarëve të Elbasanit të votojnë kandidatët e koalicionit Shqipëria Madhështore, pasi sipas tij socialistët kanë përfshirë në garë vetëm eksponent të krimit. Rrjetet sociale duket se do të mbajnë një peshë të rëndësishme gjatë gjithë fushatës elektorale për zgjedhjet e 11 majit. Duke marrë shkas nga komunikimi në distancë mes Edi Ramës dhe Lulzim Bashës, ekspertët dhe analistët thonë se teknologjia ka ndryshuar strategjitë e marketingut në politikë. I kthyer në refren tani më komunikimin në distancë i Edi Ramës dhe Lulzim Bashës ka rrëmbyer vëmendjen e audiencës, veçanërisht asaj online. Kryeministri Rama dhe kreu i Euroatlantikëve Basha prej afro një muaji replikojnë me video mesazhe, shoqëruar me nota humori, komente pikante dhe muzikë argëtuese. Por sa efektive është kjo strategji që po përdoret prej tyre, e cili favorizohet më shumë sipas politologut Ermal Asimja tek qytetarët? Jo, mendoj që në kuadër të asaj çfarë bën zoti Rama është përtej pjesës argëtimit personale që ka ai, është një mënyrë për të hedhur një lloj shashke edhe brenda kampit të opozitës në vetvete. Për zotin Basha është një instrument që duhet përdorur sepse nuk i ka më në dorë gjithë instrumentat e tjerë klasik, le të themi, të shprehur, siç i ka pasur kur ishte kryetari i Partisë Demokratike. Parë në aspektin e strategjisë së marketingut, pedagogja Lira Amali për mikrofonin e Vision Plus rreshton disa kritika për të dyja palët. Marketingu që të jetë efektiv duhet të kombinohet, duhet të jenë disa strategji. Kontakti i audiencës nuk mund të jetë në një formë të vetme, të godasësh një formë, pavarësisht edhe kjo nëse përsëritet ka efekt, sepse ka të bëjë me subkonsciencën e audiencës, e nuk mund të flasësh vetëm nëpërmjet kësaj forme, ti duhet të sjellësh edhe zgjidhje, jo vetëm goditje, duhet të sjellësh dhe një program. Asimja beson se partitë e reja kanë shanse të fitojnë territor në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Për herë të parë në Shqipëri ka jo një, po disa oferta, se ka pasur përpara, po nga një, nga dy, po tani ka disa oferta nga partitë reja. Kjo është gjë e mirë. Pastaj natyrisht midis këtyre partive duhet parë se duhet bërë edhe ai lloj filtri, por që i takon secilit votues që ta bëj atë filtr vet individualisht. Domthonë duke parë ato se çfarë profesion secila për këtyre partive. Dhe përtej elementit të ideologjisë kanë zgjedhjen që në fundit të thyen në një farë mënyrë monopolin e dy partive kryesore.
E kundërta është për pedagogen Edlira Male. Nuk më vjen mirë për format jo të reja risit që ata nuk po sjellin, po vinë me një agresivitet duke imituar politikanët aktual në treg ose të vjetër dhe kjo nuk i favorizon. Ishte Franca mbrapa. Të dy ekspertët pohojnë se përdorimi i fushatës digjitale po rritet gradualisht, pavarësisht se televizioni vijon të jetë tradicionalisht i preferuar. Po unë i thash presidentit. Një apartament në banesat sociale në Shkozë u përfshi nga flakët mëngjesin e kësaj të dielje. Për shuarjen e zjarrit u angazhuan menjëherë shërbime zjarr fikse të kryeqytetit që bën të mundur evakuimin e banorëve për shkak të tymit. Fatmirësisht nga flakët u shkaktuan vetëm dëme materiale në njërin nga apartamentet, ndërkohë shkaqet e rënjes së zjarrit nuk janë zbardhur ende. Muajt prill dhe maj shoqërohen gjithnjë më shumë me shtimin e rasteve të alergjive të pranverës. Mjekët këshillojnë që pacientët të mos përdorin medikamente pa u konsultuar më parë me mjekun. Ndryshimi her pashershëm i temperaturave dhe ndotë e ajrit janë shkaktarët kryesor të shfaqjes së alergjive gjatë periudhës së pranverës. Mjekët alergolog thonë se po vihet re një shtim i personave alergjik nga viti në vit. Ka shtim nga numri i zakonshëm le të themi i pacientëve që vinë, shkojnë 15, 20, 30 konsulta në ditë. Janë në rritje gjithmonë, do të thënë çdo vit më shumë kemi një rritje të numrit të pacientëve alergjik. Një ndër këshillat e bluzave të bardha është që pacientët nuk duhet të vetë mjekohen pa u konsultuar. Popullata jonë ekspozohet shumë ndaj medikamenteve, pra shitja lirshëm deri diku në farmaci e preparateve medikamentoze pa kontrollin e mjekut bën që pacienti të ketë më të thjesht marrjen e një medikamenti dhe ekspozimin më të shpeshtë dhe një ekspozim më i shpeshtë me një medikament të caktuar rrit rrezikun që pacienti mund të bëjë reaksion ndaj tij. Alergologët thonë se janë një sër simptomash që shfaqen nga alergjitë, të cilat janë të ngjashme me gripin dhe virozat. Alergjit janë sëmundje kronike dhe në përgjithësi simptomat përsëriten çdo vit pothuajse në të njëjtën periudhë. Pra, vjen marsi dhe çdo mars pacientët kanë simptomat me rrufën, me të shtimat, duke qenë mirë pa pasur asnjë lloj simptome tjetër shtesë. Ndërkohë që virozat në përgjithësi janë sëmundje ngjitse, personi ka pasur kontakt më përpara me një person të sëmur, ka pak temperaturë, ka një gjendje të përgjithshme jo të mirë, që nuk janë shfaqje të alergjisë. Dhe zakonisht virozat për 5 deri në 7 ditë kalojnë mbyllen, situata quhet e shëruar. Më të rrezikuarit nga alergjitë e pranverës janë fëmijët, por nuk përjashtojnë edhe personat e grup moshave të tjera. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirëpafshim.